Qytetarë të shumët nga Kosova kanë ardhur në Shkodër për kalimin e kësaj fundjave. Një pjesë e tyre i takuam në pikën turistike të Shirokës, krahas shumë vizitorëve të tjerë nga qytete të ndryshme të vendit tonë. Përshtypjet për Shkodrën dhe Shirokën turistike janë maksimale sa i përket mundësive të zhvillimit të turizmit dhe ardhjes së sa më shumë vizitorëve nga Kosova. Na jim nga Kosova, jemi në ardhur që 2 ditë, jetojmë në Gjermani, jemi ardhur për të vllavim pushim. Edhe vlau më morë këto, i na ardhë një grupë me autobus, edhe shumë i Shkodra për na doket, kemë shëti që 2 ditë, edhe Shkodra fantazish, edhe këto molët, natyra, shumë mirë. Vim nga Kosova, qyteti Skenderajt, vim me shoqatën e pensionerve, Shiroka shumë vend i bukur, po na pëlqen shumë, u knaqëm. Zim çka me thonë ma bukur se kena pa dikon. Unë kam përshtypje shumë të mëdha, me qenë se qysh nga feminia kemi pas mbres me pa Shqipnin, tani veç po kënaqem. Shumë i bukur. Po pas ka nevojë edhe pak mu jeshu për shkak se parkinge këto s'kesh qes. Përshtypja është fenomenale, shumë e mirë, po rruga pak e ngushtë. Nëse ka mundësi për shembull pushtetin me pununa drejtim, parkinget mungojnë. Ajo është për këtë kohë është e domosdoshme. Ajo është me rëndësi, se sa i përket bukurisë natyrore, po shihet se bukur është, mirë është. Në Shkodër kem bo vujtjen, për me ardhur Shirokën sot. Do me thonë, numër 1 Shiroka. Na jem qytetit Skenderajt, Kosovë, shumë vend i bukur. Ka njëri që ka vdek me ëndër me ardhur, tash Kosovë, Shqipëri jem një. Mos ta çuni turist. Ne jem venali, jem vendin tonë, perfekt është. S'bon ma mirë me konë. Për kushtet tona, da si në Gjermani. Si me gjitha të mirë është, s'ka ma mirë. Unë e moj men për i 90 jem këtu. Atër si djali i ri, ta është si plak, por çdo herë ka shku në kontinuitet të zhvilluar. Kur ke marrë s'ka po zë, ishte aja ura me drasa. Kurse tash, perfekt. Veç që ku me afru perëndimit. Qa më vynë Sponja, diçka në i ven i bukur. Itali mos se përmeni se s'ka plazhe, s'ka kugjë. Shqipëria perfekt. Qytetarët e Kosovës theksojnë se tashmë nuk duhet të ketë më asnjë barrierë sa i përket qarkullimit të lirë mes Kosovës e Shqipërisë dhe Anasjelltas, pra për të lëvizur normalisht në 2 shtetet e kombit ton. Ata kujtojnë se ndërsa pika turistike ujore si Shiroka, Zogaj, plazhi i Velipojës, lumi i Shalës e të tjera në rajonin e Shkodrës duhet të jenë të zakonshme për të vizituar gjatë gjithë vitit nga kosovarët, edhe pika turistike malore që ka Kosova mirëpresin gjatë gjithë vitit qytetarët e Shkodrës e të gjithë Shqipërisë.